kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, Krisla Sivita, u deklaroi shqiptarëve: kam ardhur këtu tek ju për të mbështetur Sali Berishën në projektin e tij për Shqipërinë madhështore. Po miq, e kemi gati programin. Mediat konservatore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e ndjekin me vëmendje situatën politike në Shqipëri përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025. Sipas tyre, këto zgjedhje mund të jenë një moment kyç për krijimin e një qeverie pro-amerikane në Europën lindore. Sali Berisha, lideri i opozitës konservatore, ka deklaruar se kthimi Donald Trump do të ndalë ndërhyrjet e administratës Biden kundër partive opozitare të djatha nëpër botë. Në Shqipëri, debati zgjedhor është i përqendruar te korrupsioni dhe ndikimi i George Soros përmes financimit të USAID. Sipas opozitës, reformat e drejtësisë të mbështetura nga Soros kanë çuar në përndjekje politike, censur dhe përqendrim të pushtetit në duart të kryeministrit Edi Rama, i cili kërkon një mandat të 4 pas 12 vitesh qeverisje. Sali Berisha u sankcionua në vitin 2021 nga Departamenti i Shtetit për korrupsion, por ai e quajti këtë vendim politik dhe ka kërkuar publikimin e provave. Në vitin 2024, Gjykata e Lartë e Shqipërisë rrëzoi akuzën ndaj tij. Për 11 muaj, mbështetësit e tij protestuan kundër arrestimit të tij shtëpiak, por sipas mediave konservatore, këto protesta nuk u raportuan në mediat e mëdha amerikane. Opozita shqiptare shpreson që fitoria e Trumpit në SBA të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Berisha beson se kjo do të ndihmojë në mbrojtjen e demokracisë dhe lirisë së fjalës në vend. Ndërkohë, për herë të parë, shqiptarët jashtë vendit do të kenë mundësi të votojnë përmes postës elektronike, një faktor që mund të ndikojë në rezultat.